Sapo ka përfunduar ndeshja e futsallit, klasikja Vllaznia Tirana dhe ekipi i Bardhë dhe Blu fiton në Shkodër, në Pallatin e Sportit Qasip Dervishi me rezultatin 3-5, me trajnerin e Tiranës Artur Angoni. Urime profesor për fitoren. I kënaqur për lojën, për rezultatin? Për lojën ndoshta jo në nivelin që kërkonim, por me shpirtin dhe me rezultatin e justifikuan, patjetër i kënaqur. Sepse ishte ndeshje që ndikonte në renditjen për të kapur një vend sa më të mirë në play-off. E filluat shumë shpejt me avantazh, Vllaznia ju barazoi, kaloi në avantazh, pjesa e parë barazim 2-2 përsëri, Vllaznia në avantazh, por ju gjetët forca për ta fituar. Pothuajse e njëjta gjë ka ndodhur edhe në Tiranë. Vllaznia është një ekip i fortë, nuk është kocke lehtë. Siç fituam ne, mund të kishte fituar Vllaznia. Ne u treguam më të saktë para portës e fituam ndeshjen. Profesor, tash jemi drejt mbylljes së kampionatit, do të jetë shumë shpejt faza finale. Si e shikoni rivalitetin flamurtari Vllaznia-Tirana? Këto janë tre ekipet që pretendojnë për marrjen e titullit. Shanset janë të barabarta. Të tre ekipet janë pothuajse të një niveli. Le t'ia lëmë fushës, kush të sakrifikojë më tepër, do të shpërbledhë me titullin. Sukses, profesor. Ju falenderoj. Sukses.